Pas përfundimit studimeve të larta në Akademinë e Arteve në Tiranë, piktori i ri Arnold Shukulli rikthehet në qytetin e tij të lindjes në Korçë me ekspozitën e parë personale. Ekspozita përtej kufirit të formave hapur në Galerinë e Arteve Kurimadhi ka tërhequr vëmendjen e shumë artësve korçar, të cilët janë befasuar nga qasja e tij kreative dhe puna e imët në trajtimin e figurës njerëzore. Në qendër të veprave janë portretet, një gjeni të cilën Shukulli e pranon se e lëvron me kënaqësi të veçantë, duke u përqendruar në shprehjen emocionale dhe identitetin individual të subjektit. Portreti është një emocion. Çfarë bëhet në emocione? Unë nuk arrit do të kuptoj me fjalë, nuk arrit do të kuptoj me ato shprehjet e tua kur lëviz kur bën, ama arrit të kuptoj karakterin. Arrit të kuptoj çfarë do të thuash ti pa ma thënë ti. Arrit të kuptoj, ore, pse ky është i mërzitur? Çka ka ky që është i mërzitur? Edhe ja del dhe sa del. Nuk ja del sepse ca njerëz janë të vështirë, jo çdo kush është i njëjtë. Por ama prap arrin që në një mënyrë, në një situatë futesh pak në brendësi, del nga vetja, i futesh pak atij njeriu. E kupton, e logjikon, e shikon, e studion. Vlerësimi për punën e tij nuk ka munguar dhe nga emrat të njohur të artit vizual, pedagogu dhe kritiku Mikel Temo, e cilëson Shukullin si një talent premtues veçanërisht në lëvrimin e gjinisë së portretit. Punët që shikoni sot në ekspozit janë punët e tij të pavarura, që ka bërë jashtë programit mësimor. Në sallën e fundit atje janë 3 punë, të cilat janë pjesë e programit që ai studion, por pjesa më e madhe e punëve, ashtu siç thash, është puna e pavarur. Janë karaktere të realizuara, sepse sot kërkesat për artin kanë ndryshuar, janë bërë më kreative. Ekspozita do të qëndrojë hapur për disa ditë në ambientet e Galerisë Kurimadhi në Korçë, duke ofruar një mundësi të mirë për publikun të zbulojë një zë të ri dhe premtues në skenën e artit bashkëkohor shqiptar.